Angazhimi i Shqipërisë në një mision ndërkombëtar për paqen dhe stabilitetin në Gaza ka hyrë një fazë përgatitore, por pa detaje konkrete mbi praninë ushtarake në terren. Pas nënshkrimit të kontributit nga kryeministri Edi Rama në Washington, autoritetet ushtarake shqiptare theksojnë se aktualisht po pritet qartësimi i kuadrit operacional nga lahatët. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengo bëri të ditur se pjesëmarrja do të zhvillohet në 2 faza. Në fazën e parë Shqipëria do të kontribuojë në shtabin drejtues të misionit, ndërsa dislokimi i forcave konkrete do të ndodhë vetëm pasi të përcaktohen rregullat e angazhimit, zinxhiri i komandës dhe mënyra e veprimit në terren. Në të njëjtën linjë, shefi i shtabit përgjithshëm, General Majori Arben Kinxhi, konfirmoi se Shqipëria ka shprehur dakordsinë për të bërë pjesë e forcës së ndërkombëtare të stabilitetit, por theksoi se ende nuk është vendosur numri i ushtarakëve që do të angazhohen. Diskutimet me partnerët vijojnë për të përcaktuar kontributin përfundimtar. Ne shohim këtë angazhim me 2 faza, siç e tha dhe generali, përfshirje me oficerë në për shtabet që organizojnë forcën dhe siç e kemi bërë edhe në misione të mëparshme, qoftë në Irak, në Afganistan apo misione aktuale të NATO-s apo të BE-s, forcat tona operojnë brenda një ombrelle të një aleati më të madh dhe kjo është logjika që do ndjekim edhe në rastin konkret. Shqipëria ka shprehur dakordsinë për marrjen pjesë në bordin e forcës ndërkombëtare të stabilitetit. Aktualisht neve kemi deklaruar pjesëmarrjen në fazën e parë me oficerë në shtabin e këtij operacioni, në shtabin që do krijohet për këtë qëllim. Njëkohësisht jemi duke punuar me aleatët tanë për detajet e tjera. Nuk kemi përcaktuar akoma numrin e saktë të pjesëmarrësve, nuk ka ndonjë gjë konkrete në lidhje për këtë gjë. Por Shqipëria ka shprehur dakordsinë për marrjen e këtyre. Gjatë vizitës në Washington, kryeministri Rama ngriti edhe çështjen e procesit gjyqësor ndaj ish-drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag, duke cilësuar atë të padrejtë. Ministri Vengo e konsideroi këtë rast si shembull të luftës hibride, duke pretenduar se akuzat janë fabrikuar dhe të ndikuara nga interesa ruse. Kryeministri me të drejtë e shfrytëzoi angazhimin ton në bordin e paqes për të shtruar në këtë tryezë këtë temë dhe do thoja është shumë evidente tashmë se kjo përpjekje për të barazuar çlirimtarët tanë me genocidarët e Srebrenicës është shumë evidente që kjo përpjekje është mbështetur në akuza të fabrikuara me influencë ruse në Këshillin e Evropës. Nga një anë. Dhe nga ana tjetër janë vetë hetimet që po ndodhin aktualisht ndaj ish sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Evropës, që dëshmojnë këtë afinitet toksik mes këtyre agjendave të fabrikuara në Rusi dhe në këndvështrimin ton, në qoftë se doni një shembull se çfarë është një shembull tipik se çfarë është lufta hibride, ky është shembulli se çfarë është lufta hibride. Ndërkohë, lidhur me reagimet kritiket nga Beogradi pas stërvitjeve së përbashkët ushtarake mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, ministri i Mbrojtjes i cilësoi ato si panik të pajustifikuar, duke theksuar se bashkëpunimi rajonal në fushën e sigurisë është normal dhe në funksion të stabilitetit. Ne vazhdojmë punën tonë, bashkëpunimi trilateral është në zbatime sipër, do ju thotë dhe shefi i shtabit element të bashkëpunimit që ka pasur me homologët këto kohë, bëm një takim me homologët e mbrojtjes në Myni për të përcaktuar hapa të tjerë që lidhen me prokurimet përbashkëta në fushën e mbrojtjes, sepse treja vendet kanë nevoja të ngjashme dhe fuqizohemi duke u bërë bashkë për të pasur kontrata më të mira, më të lira, më në dobi të nevojave që kanë forcat tona. Bashkëpunimi në fushën e industrisë, do kemi një përfshirje edhe në panajiret që po organizojnë kolegët kroat, ku synojmë të kemi dhe angazhimin e kompanive tona dhe të kompanive të Kosovës, dhe nga ana tjetër dhe element stërvitor të forcave tona, po për këtë pjesë. Angazhimi në Gaza sipas autoriteteve mbetet pjesë e përgjegjësive ndërkombëtare të Shqipërisë si vendi antar i NATO-s dhe kontribuese në misionet e paqes.